Në një sër deklaratash për mediat, kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka denoncuar metodet e shprehur që ai cilëson si farsë elektorale të organizuar nga kryeministri Edi Rama. Sipas tij, takimi i fundit i Ramës me deputet dhe figura të dyshuara për lidhje me krimin ishte një skenë kërcënuese për demokracinë ku spaku paraqiti si një kërbaç për të shantazhuar dhe kontrolluar kundërshtarët. U zhvillua para syve të tyre një takim në të gjithë për masat e tij, tiparet dhe frymen, sikur Totorino takonte bashkëpunëtorët e tij. Ky takim në të cilin nga analiza e ftyrave, ju nuk do të gjeni dot asnjë buzëqeshje, asnjë lëvizje koke, asnjë reagim, sikur të ishte një takim mortor. Berisha theksoi se shqiptarët po përballen me një narkoparlament të diktuar nga krimi organizuar dhe bandat e lidhura me pushtetin. Ai kërkoi largimin e menjëhershëm të Edi Ramës, krimin e një qeverie teknike dhe përsëritjen e zgjedhjeve si e vetmja rrugë për të rikthyer legjitimitetin demokratik. Berisha përmendi edhe raportin e OSBE-ODIHR, i cili sipas tij dëshmon shkelje të rënda të standardeve ndërkombëtare për zgjedhje të lira dhe të ndershme. Ai akuzoi Ramën për përpjekje të shumta për të manipuluar perceptimin ndërkombëtar mbi procesin zgjedhor. Shqiptarët mësuan se farsa elektorale prodhoi një narkoparlament i cili nisi ditën, mbledhjen, pa hyrë akoma në sallë, duke vishkluar me skapin si kamzhik të partisë të tij. Për sa u përket etiketave që përdori Edi Rama, unë i them kaq, që ka futur vendin në një fazë të re si kur më parë në 32 vite. Dhe e garantoj se mira shqiptar që e kanë tashmë të qartë se kanë tek Edi Rama armikun e betuar të votës së lirë, nuk do t'ja falin kur ati këtë farsë elektorale. Duke përgjigjur pyetjeve për të kaluar e tij, Berisha theksoi se ndryshe nga Rama, ai ka dhënë ndërheqjen kur ka humbur zgjedhjet në mënyrë legjitime dhe ka besuar gjithmonë në forcimin e gjeneratës së re. Ai deklaroi se nuk është i pazëvendësueshëm dhe se ka vepruar gjithmonë me përgjegjësi politike, duke lënë hapësirë për figura të reja në drejtimin e Partisë Demokratike. Ishte gjithashtu shpreh se opozita në parlament do të denoncojë farsën elektorale të majit 2025.